Kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, mblodhi sot drejtuesit politik të qarqeve pikërisht për protestën kombëtare të 24 janarit, por ai në fakt foli edhe për disa çështje të tjera, si në rastin e flirtimeve të antarëve të Partisë Demokratike gjatë zgjedhjeve të kaluara, ndërsa paremëroi me sa duket edhe spastrime masive në këtë parti. Po për të mësuar më shumë detaje do të lidhemi menjëherë me kolegun ton Anesti Bajramema. Anesti, përshëndes, duket se pikërisht nga fjala e tij në mbrëmjen e sotme, Sali Berisha paremëroi spastrime të shumta në Partinë Demokratike, apo jo? Po, Andi, në mbledhjen me kryetarët e Degëve, zoti Berisha, pavarësisht se nisi duke thënë se kjo mbledhje ishte për protestën e 24 janarit, ku kërkoi prej tyre mobilizim në të gjithë vendin për masivitet në këtë tubim do të mbahet ditën e shtunën e ardhshme në orën 17:10. Zoti Berisha foli edhe për problemet brenda Partisë Demokratike, duke shigjetuar të gjithë ata që kanë pasur bashkëpunim me kundërshtarin, ku ka pohuar se nuk do të kenë më vend në Partinë Demokratike, duke paralajmëruar kështu se secili do të ketë një veting të brendshëm në Partinë Demokratike dhe secili që ka bashkëpunuar me kundërshtarin do të ketë masa disiplinore. Zoti Berisha ka përmendur edhe primare ditën e sotme, ku ka kërkuar prej çdo kryetari dege që të ketë një zgjedhje dhe të ketë një ristrukturim të Partisë Demokratike nga grup seksioni e deri në nivelet më të larta, ku këtë duket se do të shkojnë paralelisht me duke parë në zgjedhjet e reja, duke parë edhe ata që kanë bashkëpunuar me kundërshtarin për të përjashtuar apo mos të dhënë më poste. Nga ana tjetër, zoti Berisha ka folur dhe për protestën, ka bërë thirrje që të bashkohen në protestë, ka hedhur akuza ndaj qeverisë, duke përmendur me emër edhe Edi Ramën, ku ka përmendur, ka përsëritur edhe një herë akuzat që ka bërë edhe sot në mesditë sa i takon hakërimit të SPAK-ut, ku sipas tij është Edi Rama që fshihet pas hakërimit të SPAK-ut, por për më shumë i ftoi të ndiqni një pjesë nga fjalët e zotit Berisha. Në këtë analizë që do bëhet, individ të caktuar, të cilë për hir të bizneseve të tyre kanë bashkëpunuar me kundërshtarin ton, ata nuk kanë vend në mënyrë absolute në Partinë Demokratike. Ata të shkojnë tek partia e tyre e krimit, se të flirtosh me Partinë e krimit është krim ndaj opozicës. S'janë të shumtë, aq sa janë të tjerë, të cilët zemrimi, prisi se jemi këtu, zemrimi, nuk i lejoj të ngrihen mbi zemrimin e tyre dhe të gjejnë forca të angazhohen në betejën fushat elektorale. A pati të tillë? Pati. Nuk mund të themi që s'pati. I kemi të janë të dokumentuar. Edhe këta të na falin, por në postë drejtuese nuk do mund të pretendojnë ata. Po ti je nën kryetar partie, ke qenë nën kryetar partie, dhe tani më thua që unë nuk punova në fushat. Po si s'punove ti në fushata? Unë që se patë emrin tënë në listë s'punove në fushati? Çfarë, ti nuk dole do të mbi zemrimin tënda, më të apo jo. Pra të lutëm, merë një pauzë, qetësou, në parti mbetësh ti, po mendoj njërë, se nuk të ka bërsh partia ty, edhe gabim po tjetë bërë, ose unë nuk them se ka patur një drejtësi maksimale në përsaktim në lista e tjere, po dhe gabim ti s'mund të regoje kur me një indiferencë, si kur nuk po shvit në një kohë kur ishte e gjithë antarësia jote në betej. Edhe këta, aq sa janë, nuk janë shumë, u them që tani, jepni dorëheqje, në të mirën tuaj, nuk do zgjidhin forume. Jo, nuk mund zgjidhin. Sepse nuk duhet do të mbi zemrimi ju. Ndaj dhe kjo analizë pra bëhet me qëllimin më të mirë për të ripërtri forsat, për të ripërtri drejtimet në Partinë Demokratike. Por kjo nuk mund të bëhet, nuk mund të marri kur
nuk mund të marrë kur karakterin që duhem në qoftë se ne nuk verifikojmë, identifikojmë çdo antar dhe antar të kësaj partie. Pra nëse edhe pse zoti Berisha tha që nuk janë shumë, duket se në fakt nuk janë vetëm ata që kanë flirtuar me kundërshtarin, por edhe ata tjerë që përtej zëmërimit tyre nuk arritën pra të merrnin pjesë në fushat, dhe kishte fjalën jo për Salianin, por ndoshta për tjetër emër, për ish nën kryetar partia, apo jo? Sipas thotë Berisha, ai nuk përmendi emra, por kuptohet që bëhet fjalë për të gjithë ata që nuk kanë pas emrin në listë dhe nuk kanë punuar në fushat ku kanë qenë shumë në fakt brenda radhave të Partisë Demokratike, që për shkak të primareve më pas kanë zgjedhur që të mos punojnë në fushat në 11 majit, dhe sipas zotit Berisha ata kanë qenë një faktor që PD-ja është në këtë gjendje ditën e sotme ku nuk arriti dot të merrte rezultat të mirë në zgjedhjet e 11 majit, por do të presim dhe do të shohim deri në fund të këtij muaji kur të mbarojë dhe analiza e plotë e Partisë Demokratike, pasi prej disa javësh tashmë po bëhet një analizë në të gjitha degët e Partisë Demokratike dhe do të shohim se cilët do të jenë emrat, nëse do të ketë vërtet emra apo nuk do të shkohet në gjuetisht trigger, si zoti Berisha e ka përcaktuar vet, ka pohuar në një mbledhje kryesie që analiza do të bëhet për të parë të metat e Partisë Demokratike, por nuk do të shkohet në gjuetisht trigger. Por ditën e sotme zoti Berisha ka tentuar deri diku që të shkojë edhe tek emrat në këtë analizë, por sërish ka zgjedhur që të mos i përmend me emra ata që nuk kanë punuar, por këtë ja lë në dorë të gjitha degëve për ta vlerësuar ata se kush kanë qenë ata që kanë futur shkopin në rrota Partisë Demokratike në 11 maj. Gjithsesi, zoti Sali Berisha nuk përmendi emra, gjithsesi përmendi pra ish funksionin e ish nën kryetarit të Partisë Demokratike. Ndërsa sot në fakt me njëherë pas Berishës ka reaguar Saliani, apo jo? Saliani, në fakt, unë nuk kam në djenit për një reagimit të tij, por zoti Saliani prej ditësh tashmë është i angazhuar me reagime ku ka hedhur akuza ndaj Partisë Demokratike, ku po bëhet retorika e tij po bëhet më e qartë dita ditës, ku thotë se Partia Demokratike ka pas gabimet e saj në 11 maj. Nga diskursi i zotit Berisha sot, gjithsesi do të ketë një analizë pra për të nxjerrë pikërisht përgjegjësitë, mësimet, kritikat dhe qëndrimet. Kur pritet të jetë ajo, pra kur pritet të shikojmë pra analizën e plot Partisë Demokratike? Deri në fund të janarit, të gjitha degët do të kenë detyrë që të bëjnë analizën e plot sa i takon zgjedhjet e 11 maj, dhe në përfundim do të kemi edhe mbledhjet të kryesisë. Në muaj shkurt me shumë mundësi do të jetë të gjitha mbledhjet e forumeve dhe do dalin përgjegjësit për humbjen e 11 majit, por edhe për gjithë situatën e Partisë Demokratike. Mira, ne le të flasim pak më gjatë tani pikërisht për atë që do të ndodhi në 24 janar, protesta kombëtare, organizimi i kësaj proteste, si pritet të jetë? Gjatë kësaj jave ka pasur disa takime të zotit Berisha sa i takon protestës së 24 janarit, është mbledhur si fillim drejtues të qarqeve ku është kërkuar atyre mobilizim, më pas është mbledhur grupi parlamentar ku edhe grupi parlamentar është kërkuar mobilizim për protestën 24 janarit, dhe ditën e sotme janë mbledhur dhe kryetarët e degëve. Zoti Berisha do të vijojë me një agjendë ngjeshur në ditën e vijim, ku ditën e nesërme do të ndalojë në Laprak në foltoren e radhës, më pas do të ketë një foltore në zonën e Freskut, dhe gjatë javës së ardhshme sërish do të ketë disa foltore, por ende nuk është e përcaktuar qartë se çfarë do ndodh në protestën 24 janar. Kërkohet mobilizim, kërkohet masivitet në këtë protestë, dhe do të shohim nëse gjatë ditëve të ardhshme do të ketë një vendim që të jetë një protest me afat të pacaktuar, ku demokratët të qëndrojnë ndoshta 1, 2 apo edhe më shumë ditë në shesh, ndoshta të ketë një protestë të përditshme, një protestë të përjavshme. Ndaj do të shohim deri 24 janar se çfarë vendimi do të merret, pasi protesta 22 dhjetorit do të Berisha e quajtë si provë gjenerale për atë që ai ka quajtur gjithmonë duhet një protestë e qëndrueshme, dhe do të shohim nëse kjo protestë do të jetë ajo që do të çojë në qëndrueshmëri të tubimit të demokratëve. Kjo e pas ditës ishte takimi i parë i zotit Berisha për ditën e sotme, dalja e parë përpara medias? Jo, ka qenë dalja e dytë. Zoti Berisha në mesditë ka mbajtur konferencën e përditshme tashmë para mediave, ku ka theksuar
edhe disa aspekte të tjera të agjendës politike, duke u përgjigjur edhe për vendimin e kushtetueses që është zbardhur ditën e djeshme sa i takon masave të sigurisë të zotit Berisha, ku masa e sigurisë arrest në shtëpi qëndroi në fuqi prej 333 ditësh dhe nga kushtetuesja tashmë është vërtetuar apo është vendosur që ka qenë te fateve të arsyeshme dhe ka marrë një fitore në gjykatën kushtetuese zoti Berisha, por sërish e ka quajtur si një vendim të vonuar dhe një hile të gjykatës kushtetuese gjatë konferencës për mediat. Po ashtu zoti Berisha ka folur dhe për hakerimin e të gjithë sistemit elektronik të SPAK-ut, ku ka ardhur dyshime se ka qenë Edi Rama ai që fshihet pas hakerimit, duke përmendur disa element nga dosja ku ka cituar një mesazh qytetar digital dhe ka cituar një pjesë të dosjes, ndërkohë zoti Berisha ka shpjetur edhe sa i takon masës departamentit të shtetit për pezullimin e vizave për 75 vende, ku mes tyre janë edhe Kosova dhe Shqipëria, por ka thënë se nuk ka asnjë koment shtesë përveç asaj çfarë ka thënë departamenti i shtetit sa i takon këtij vendimi. Anesi Bajrami, të falenderoj për të më të fundit nga Partia Demokratike. Letërporosia e ardhur nga SBA në tetor për procesin penal